Edi Rama ka sot që flasim në tavolinë të garantuar 86 mandate. Po. Përveç se ndryshimit të kushtetutës mund të kalojë çdo gjë me votat e veta. Të gjitha. Kod zgjedhor të ri, ligje të reja, gjitha, pra nuk ka asnjë vlerë, asnjë vot e opozitës në parlament. E në rast se ky është produkt i farsë elektorale, testimi nëse të gjithë, dhe sidomos çunat e gocat e listave të sigurta që disa prej tyre bypassuan kështu edhe primaret, ka një provë, në rast se ne besojnë që është farsë elektorale, nuk të riqen mandatet në shtator. Sepse nuk mund të kthehesh pas një farsë elektorale në parlament, nuk mund të kthehesh një fasadë. Realisht nuk kthehesh sot një fasadë. Jo nuk po them të digjen mandatet, mos tërhiqen mandatet. Të bllokohet. Një ndër opsionet, sepse në rast se shkon në parlament dhe sillesh sikur asgjë s'ka ndodhur, po merresh me interpelanca apo fole nga vendi, ndërkohë që vjen pas një masakre zgjedhore, atëherë ti mungon. Çfarë do thotë bllokohen mandatet, Çollaku? Nuk ka rëndësi fare, le ti marrë Edi Rama 100% të vendet në parlament, le ti marrë Edi Rama, por ti ke kauzën morale se kjo është farsë elektorale. Në rast se shkojmë në shtator në parlament dhe kthehemi në jetën normale brenda parlamentit, atëherë teza farsës elektorale bie. Kështu që çunat këtë nuk e vendos dot unë, çunat e gocat që ishin listat sigurta dhe që te kaluan primar, le ta vendosin, dhe në rast se duan vendosin farsë elektorale të shkojmë deri në fund. Në të kundërt duhet të kursejnë shumica atyre këto sloganet nëpër media, do i shkojmë deri në fund, nuk tratojmë gjakun e demokratëve, si nuk e tratojmë gjakun e demokratëve, mbasi nuk bën asgjë fushat, mbasi hanë humbje katastrofale dhe pastaj thua, hajde se kemi betejën tjetër. Jo, beteja duhen shkuar deri në fund, në rast se deklarohen që çojnë deri në fund. Dhe kjo është e farsës elektorale. Pra është një vendim shumë i madh që duhet marrë PD-ja me farsën elektorale, sepse nuk mundet të thuash të tjerëve ndiq farsën elektorale, pra shkon për plasje, se farsë elektorale do thotë të shkosh në mosbindje civile, në protestat vazhdueshme dhe vetë shkosh në parlament.